Brenda secilit prej nesh ekziston një luftë e vazhdueshme. A zgjedhim rahatinë e sigurisë, atë ndjesinë e ngrohtë se kemi të drejtë, apo ndërmarrim punën e vështirë për të gjetur të vërtetën? Le të shohim se si njerëzimi e ka përballuar këtë betejë të përjetshme. Edhe kjo na sjell te pyetja themelore, pyetja që ka munduar filozofët dhe shkencëtarët për shekuj me radhë. Në fundit, gjithçka varet nga kjo. Si e dim atë që mendojmë se dim, dhe sa të sigurt mund të jemi vërtet për këtë? Po, kjo pyetje në fakt shfaqet si një betejë brenda nesh. Në njërin anë, kemi atë rehatinë e këndshme të sigurisë, atë zërin që na thotë, e di që kam të drejtë, dhe në anën tjetër, kemi punën e vështirë të dyshimit, atë skepticizmin e vazhdueshëm që përshpërit, po sikur të jem gabim? Ja ku qëndron Gracka. Për shumë njerëz, besimi dhe njohuria thjesht shkrihen në një. Kjo krijon një lloj burgu psikologjik sigurie, ku çdo gjë që besojmë automatikisht kthehet në të vërtetë pa pasur nevojë për asnjë provë. Dhe ky burg mendor nuk ishte vetëm individual. Ai kishte një version historik masiv, epoka e besimit. Një kohë kur e vërteta nuk ishte diçka që zbuloi, por thjesht diçka që diktoi nga lart. Në atë botë, autoriteti e shtypte çdo mendim individual. Të vjen në dyshim diçka nuk ishte thjesht një gabim intelektual, ishte një krim. Një akt i rrezikshëm që mund të kushtonte gjithçka, përfshirë edhe jetën. Por, siç ndodh gjithmonë, edhe muret më të trasha fillojnë të çahen. Dhe njeriu që gjeti çarjen e parë ishte Nikolaj Kusës. Ai ishte i pari që filloi të thyente drynin e këtij burgu të menduarit. Imagjinoni pak skenën. Jemi në kulmin e epokës së besimit dhe papritur, Kusa, një kardinal i kishës katolike, del me një ide vërtet revolucionare. Mendja e tij guxoi të ecte aty ku askush tjetër nuk guxonte. Këtu qëndron genialiteti i tij. Ai preu lidhjen mes besimit dhe provës. Kuasa tha se besimet tona duhet i mbajmë lehtë, si rroba që i provojmë, gjithmonë të gatshëm t'i heqim nëse faktet na tregojnë se nuk na përshtaten. Pra, për Kuzën, problemi nuk ishte se gabonim. Të gjithë gabojmë. Jo. Mëkati vërtet intelektual ishte të kapeshe pas një gabimi me thonjë, edhe pasi e kuptoje që ishte gabim. Ky ishte një ndryshim themelor në të menduar. Dhe tani, udhëtimi ynë na çon te njeriu që e mori këtë vegël të vogël të Kuzës dhe e farktoi në një çelës mjeshtëror. René Descartes. Ai do ta transformonte dyshimin në një mjet për lirinë absolute intelektuale. Dhe shikoni pa këtë, gati 200 vjet diferencë. Kjo na tregon diçka vërtet të rëndësishme. Idetë e mëdha nuk lindin brenda natës. Ato kanë nevojë për kohë që të piqen, të evolojnë nga një shkëndijë vetme në një parim themelor. Dhe ja ku vjen goditja e Descartesit. Ai e transformoi dyshimin nga thjesht një metodë në një detyrë morale. Sipas tij, të besoje diçka pa prova të mjaftueshme nuk ishte vetëm një gabim logjik, ishte një dështim moral. Kjo ide u bë, as më pak e as më shumë, se Magna Charta e mendimit njerëzor, karta e madhe që çliroi mendjen nga zinxhirët e dogmës. Ajo shpalli një të drejtë të re themelore, të drejtën për të kërkuar prova. Mirë, muret e burgut madh thurrëzuan, fantastike. Po tani çfarë? Si orientohemi në një botë pa një autoritet që na tregon rrugën? Këtu gjërat bëhen edhe më interesante. Dhe këtu hyn në skenë Friedrich Nietzsche, me një nga idetë e tij më provokuese. E vërteta nuk gjendet kurrë të turma. Përkundrazi, ai thoshte se sa më përhapur të jetë një ide, aq më skeptik do të jemi ndaj saj. Kjo krijon një lloj tensioni të përhershëm. Në njërin anë, kemi masat konservatore të ankoruara te tradita si një spirancë që mban anijen e vend. Dhe në anën tjetër, kemi atë minoritetin e vogël, skeptik, motorin që e shtyn anijen e ideve përpara. Pra, cila është harta jonë sot në këtë botë pa mure? Është metoda shkencore dhe vinin e diçka thelbësore. Qëllimi i saj nuk është siguria absolute, ai burgu i vjetër. Jo. Qëllimi është shumë më i përulur dhe shumë më i fuqishëm, të minimizojmë gabimin, hap pas hapi. Por, Nietzsche nuk ndalet këtu. Ai na shtron një pyetje finale dhe tejet shqetësuese. Po sikur, pas jemi arratisur nga burgu i madh i autoritetit, të kemi ndërtuar pa e kuptuar një mori burgjesh të reja. Më të vogla për veten tonë? Bindjet janë burgje. Mendojeni pak forcën e kësaj fraze. Ato gjëra për të cilat jemi më të sigurt, ato ide që na përcaktojnë, sipas Nietzsches, pikërisht ato bëhen hekurat tona të reja. Ato na pengojnë të shohim më tej. Për ta kuptuar këtë ide, na duhet një koncept i shpejtë, determinizmi. Imagjinojeni jetën si një rresht i gjatë dominoje që rrëzohet. Çdo veprim nuk është një zgjedhje e lirë, por thjesht rezultati i pashmangshëm i gjithçkaje që ka ndodhur më parë. Dhe këtu,
Këtu gjendet paradoksi i madh i Nietzsches. Filozofia e tij thotë se vullneti i lirë është një iluzion. Megjithatë, vetë njeriu, Nietzsche, e kaloi gjithë jetën duke u bërtitur njerëzve që të ndryshonin, sikur ata të kishin vërtet fuqinë për të zgjedhur. Pra, le ta përmbledhim këtë udhtim të jashtëzakonshëm. Hapi i parë, drejt lirisë. Refuzo autoritetin e verbër. I dyti, përqafo dyshimin si një detyrë morale. I treti, guxo të vesh në dyshim mençurinë e turmës. Dhe hapi i fundit, më i vështiri, shkatro burgjet që ke ndërtuar për veten tënde. Edhe kështu, i gjithë ky udhtim historik përfundon me një pyetje thellësisht personale. Pasi kemi parë se si mendimtarët e mëdhenj u arratisën nga burgjet e tyre, na mbetet të pyesim veten. Cilat janë hekurat e padukshme të mendjes son sot?